Rikthehet dimri, ja çfarë na pret 5 ditët në vijim sipas sinoptikanes. Nga e hëna do të ketë sipas sinoptikanes Lajda Porja, ditën e premte dhe të shtunë pritet rritje e ndjeshme e temperaturave, ku maksimalet shkojnë deri në 27 gradë Celsius. Të dielën pritet rënje e temperaturave me 5 deri 6 gradë Celsius, duke rikthyer edhe rreshjet në të gjithë territorin shqiptar. Nga dita e hënë dhe të martën pritet mot i freskët, tipike dite dimri.